Quhem Raimonda Muça, jam 52 vjeç. Kam 23 vite që vuaj me hernie diskale, me probleme goxha madhore, ngelem në dyshek, me zor rikuperohet këmba që të ngrehem. Kam bërë konsulta dhe vizita pafund, në shtet, në privat, shumë e lodhshme, shumë e mundimshme, me gjilpëra pafund, medikamente pafund, pas zgjidhje, me rezonanca disa herë, të gjithë mjekët më thoshnin probleme me shtyllën kurrizore, po që nuk jam deri në operacion, nuk jam në atë fazë, por që shumë probleme. Mbas mjekimit të fundit, kam bërë 2 mjekime brenda muajit me gjilpëra, shumë e lodhshme e mundimshme, me thënë drejtën. Edhe dikush më foli për klinikën Galenus, edhe më thanë që kam shkuar, kam gjetur derman, si i themi ne. Nuk e besova, tregoj me sinqert, nuk e besova dhe thash nuk kam për të shkuar se s'kam lënë vend pa shkuar. Edhe vazhdova prap gjilpërat, vazhdova ritualin siç e kisha. Edhe pastaj më thot përsëri ajo mikesh që shiko Monda, provoje. Thash, okay, po shkoj ta provoj, po do jetë shumë e sigurt që pa shpresë, pa zgjidhje për mua. Se kam 23 vite dhe nuk mund ta zgjidhjen tani për klinikën e fundit që po më thoni. Erdha, tregoj me sinqert, pa shumë vullnet, pa shumë dëshirë, filloi konsulta me mjekun, edhe e kisha prap vis-vi. Pasi mjekun bëri konsultën e parë, biles atë ditë që kam bërë konsultën e parë këtu, kam ardhur shoqëruar për krahun me vajzën sepse më ishte bllokuar këmba, nuk ecja dot. Kam bërë konsultën e parë me mjekun, kur më tha ngrehu mbas konsultës edhe vizitës parë, ndjeva që mund të ulja këmbën në tokë, mund të paktën të ecja vetë, pa unë mbështetur diku. Pasi lam seancën e dytë, akoma më mirë, shumë e më mirë, edhe atëherë thash që unë nuk do shputem më nga kjo klinikë. U bën disa seanca, goxha seanca, u përmirësova, gjilpërat u ndërpren që në seancën e parë faktikisht që bëra me doktorin, u ndërpren gjilpërat që kisha marrë, edhe kam kaq muaj që jam ndjekur ke mjeku, doktor Apostoli, nuk kam përdorur më mjekime, nuk kam përdorur më gjilpëra, gjë që nga ajo gjë doja të shpëtoja se më ishte bërë shumë e lodhshme. U bëra mirë, mbas seancave me mjekun, po në këtë klinik vazhdova disa seanca me stretching, se mjeku nuk është i vetëm këtu faktikisht, ka një staf shumë të përkushtuar, shumë të përgatitur me çuna të mrekullueshëm. Disa seanca me Klejdin, me djalin që bën seanca këtu në stretching, shumë i përkushtuar, shumë i gjindshëm. Për mua janë staf që të shërojnë me gojë, edhe pastaj me duar të arta. Unë jo kam vërë emrin për veten time, jo kam thënë jeni duar art për mua. Kështu që kam gjetur zgjidhje. Unë kam gjetur zgjidhje dhe nuk po i ndaj më kësaj klinike. Tani vi në kontrolle periodike një herë në muaj që të mbaj trupin tim, të mbaj këmbën time në kontroll, se ndryshe unë ngelem në dyshek me problemet, por që kam gjetur zgjidhje. Ndoshta shërim kjo sëmundje nuk ka, jam e vetëdijshme që s'ka shërim kjo sëmundje, por që të mbahet në kontroll, për mua unë e kam gjetur vendin tim. Kështu që doja këshilloja shumë njerëzve që vuajnë me këtë problem dhe ju a them me sinqeritetin më të plot dhe me bindje të plot që kam për të gjetur përmirësim. Jo shërim, po përmirësim. Dhe të tregoj me sinqert, për momentin unë këtu po trajtoj fëmin tim, vajzën time që ka probleme me gjurin, ka me probleme që në 2017-ën, ka bërë rezonanca, i kanë futur dhe këmbën në allëqi, po që nuk ka gjetur zgjidhje, vazhdon problemi po i njëjtë. Tani për momentin e kam sjell këtu ke doktori dhe po trajtohet, ndihet më mirë dhe vajza, po është akoma në fazën e rikuperimit. Këmba ime unë eci, bëj aktivitetin tim të përditshëm, unë punoj vetë, jam personel diku në një kuzhinë, në një restorant këtu në Tiranë, edhe sa muaj kam që unë ndoqa me doktorin, vazhdova dhe ushtrimet, vi bëj rikontrolle një herë në muaj, që unë të kem këmbën në kontroll edhe hernie diskale, bëj punët e mia të përditshme. Dhe është hera e parë në jetën time, mbas 23 vitesh, që unë them ka ditë, shumë ditë, që unë jetoj pa dhimbje. Janë gjëra që përsëriten me kohën, se kush e ka një hernie diskale dihet se si përsëritet, si shkaktohet nga vjen. Po unë them me plot bindjen jam shumë e kënaqur.
edhe e kam kthyer edhe në formë batute me mjekun edhe me çunat e stafit, që nuk do të ndahem më derisa të mërziten me mua. Kështu që sa herë të ndrohet stafi këtu, sa herë të ndrohet personeli këtu, do dëshiroja që këta çunat i kisha gjatë gjithë jetës sa unë jetoja, unë nuk do t'i ndahem më. Kështu që i kam thënë me mua mos u mërzisni.